Protestën kombëtare të 4 korrikut të qytetarëve përpara kryeministrisë, kryedemokrati Sali Berisha cilësoi të ngjashme me atë të 20 shkurtit të 35 viteve më parë ku studentët rrëzuan regjimin e diktatorit Enver Hoxha. Mbrëm qindra mijëra shqiptar të mbledhur nga të 4 anë të Shqipërisë dhe mbar bota ripërsëritën sipas njërës prej agjensive më prestigjioze të lajmeve në botë 20 shkurtin e vitit 1991, ditën në cilën shqiptarët përmbysen dhe zvarritën shtatoren e Enver Hoxhës dhe sbashku me të përmbysen kultin më të keq në të gjithë historinë e tyre. Mbrëm, qindra mijëra protestues përmbysen para zyrave të tij shtatoren e narkodiktatorit Edi Rama dhe i organizuan me simbolizma funeralin e tij politik. Sipas liderit të opozitës, në vend të dorëheqjes, Edi Rama urdhëroi përsëri të reklamojë suksese dhe të anatemojë protestën e qytetarëve. Kërkoi në emër të Partisë Demokratike dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës dhe plotësimin e 5 kërkesave të protestuesve, të cilat janë kërkesa njëkohësisht të Partisë Demokratike. Berisha ripërsëriti edhe një herë qëndrimin se Partia Demokratike do të qëndrojë fuqishëm në mbështetje të protestës edhe të kërkesave të tyre.